e vetmi pikë e qartë në gjithë planin është vetëm pika kur flet për të burgosurit. Që të burgosurit do të lirohen brenda 72 orëve. Pra të burgosurit izraelit dhe pjesa tjetër për të burgosurit palestinez domethënë nuk flitet fare. Ose flitet që do të jenë disa qindra, por as nuk caktohen, as nuk ka detaje, dhe ne e dimë që djalli qëndron në detaje, nuk ka detaje. Vetëm se thonë do t'i liroj. Pjesa tjetër pastaj që është e tmerrshme është fakti që i kërkojnë Hamasit të uli armët, dhe jo thjesht i uli, po edhe t'i dorëzoj armët, dhe në momentin që do i dorëzoj armët, pastaj thot Izraeli, tërheqja e Izraelit do të bëhet vetëm kur Izraeli ta shohë të arsyeshme. Ku është kuptuesi të arsyeshme për të tërhequr? Pikërisht pra, nesër del domethënë nëse kjo nuk bëhet që të jetë dakord, domethënë nuk kanë, pra Hamasi ka mohuar, por gjithsesi nesër del për shembull dikush domethënë me një thik për drunin dorë, a kupton, duke lut kalamajt e vegjël me në rrugë, edhe në fund fare thot Izraeli këto janë terrorista, edhe unë nuk dal sepse ka terrorista akoma, kupton? Mos flasim pastaj për pjesët e domethënë amnistisë që domethënë do të regjistrohen domethënë kushdo që ka qenë në lëvizjen e rezistencës e tjera me radhë shumë domethënë gjëra të cilat ky plan domethënë është poshtrues. Dhe kjo nuk është plan i cili është diskutuar dhe është marrë mendimi i palës tjetër. Ky është thjesht një plan i Trumpit që mendon se do t'ja imponoj popullit Gazës dhe rezistencës Gazës. Mirë, po kjo nuk ka për të ndodhur. Tash dalim çike pjesa e Tony Blairit, domethënë. Tony Blairi në të vërtetë njihet shumë mirë si një nga le të themi horrat e Irakut, domethënë kriminal me domethënë njëri i cili ka mbi shpinën e tij gjakun e mira irakenëve në për masakra që ka bërë bashkë me George Bushin asaj kohe, kanë bërë tmerre në Irak. Pra njihet nga irakenët, domethënë ai është njëri i cili është kriminal, domethënë konsiderohet kriminal dhe po të ketë gjykata të drejta, ai duhet gjykohet si kriminal lufte. Mirë, po nga ana tjetër, Tony Blair ka dhe një alergji për Tony Blairin konkretisht për këtë që thash, por ka dhe një alergji për Tony Blairin si britanik, sepse rreth një shekull më përpara, Palestina krejt, masi u mor për perandorisë osmane, Palestina u fut nën kujdesin e Britanisë. Dhe masi u fut në kujdesin e Britanisë, britanikët e asaj kohe, pra një Tony Blair i asaj kohe që unë emri nuk po vjen mend tani, çfarë bënte nga njëra ani ja merrte armët Gjoja për paqe, ja merrte armët palestinezëve dhe nga ana tjetër furnizonte me armë bandat izraelite, të cilët vrisnin dhe dhunonin dhe digjnin fshatrat palestinezë të asaj kohe. Pra tani nga njëra anë njohë Britania, nga ana tjetër koloni protektorat nëpërmjet një tjetër britaniku. Tony Blair nuk ka lidhje fare me politikën britanike herë përpara. Kjo që njeh Britania është një institucion tjetër, pra institucioni britanik, kurse Tony Blair është thjesht një maskaraj vogël, domethënë që luan domethënë për kancelaritë e botës, i punsohet si mercenar aty apo këtu, dhe në rastin konkret duan ta punsojnë në këtë çështjen e Gazas, por që nuk është e pranuar domethënë fare. Po. Kjo nuk zgjidh asgjë për momentin, thjesht fitoria më e madhe në këtë moment me këtë plan mund të quhet vetëm armpushimi. Ndërsa nuk ka armpushim sepse Izraeli do të thotë pavarësisht se thotë që është armpushim, do ta pushojë për disa ditë për shembull atë derisa Hamasi i dorëzoj të gjitha armët, dhe në moment që dorëzon armët, ai e bën si në Liban. Pasi Hezbollah domethënë dorëzuan armët, një pjesë e madhe e tyre pra dorëzuan armët, ai nisi bombardimet, pastaj filloi të vrasë një nga një gjithë, filloi të shembi domethënë, pse se nuk ka më kush reziston. Nuk ka më trima me armë dorë, e vetmja gjë që ruan drejtësinë është arma. Një popull që nuk ka armë, në rastin konkret, popujt tanë, gjithë popujt tanë që kemi, domethënë, janë popull që janë të shtypur. Mos flasin fare, të lutem, mos flasin fare për demokraci, për gjitha këto. Këto janë gjitha lajle lule. E vërtetë është se gjithë ta popull, edhe popujt evropian, janë popull të shtypur. Nuk kanë mundësi ta gëzojnë lirinë e vet. Ata janë pjesë ose janë skleverit e elitave, të cilët domethënë i kanë në dorë, sepse ai në rastin konkret për shembull edhe amerikanët që kanë armë nëpër shtëpiat e veta, po ta shohësh ai dërgon ushtrinë, aty janë nxjerrë ushtrinë, siç ka filluar të nxjerrë tani Trump, domethënë ushtrinë në Amerikë, i dërgon ushtrinë domethënë, kupton? Pra një popull i paarmatosur është një popull i shtypur. Dhe po i kërkon luftëtarëve të lirisë, atyre të cilët janë
bitë më të dashur, më të zgjedhur të atij vendi, po i kërkon atyre që ti heqin armën. Domethënë, në këtë moment ti po e çarmatos atë popull dhe pastaj bën me atë popull çfarë të doj, çfarë ti pjelli mendi atyre për në rastin konkret. Sigurisht që Hamas dhe Xhihadi Islam, pra dy lëvizjet më të shquara në rezistencën e Palestinës, nuk e kanë pranuar këtë. Madje më pëlqeu deklarata e zëdhënësit të Xhihadit Islam, i cili tha që ne nuk jemi punojësit e Trumpit, tha që ti bindemi Trumpit. Ne nuk ka punësuar. Ai tha që Izraeli ka dritë jeshile, po se pranoi Hamasi planin, bëj çfarë doi pastaj. Izraeli ka pas dritën jeshile për 2 vjet me radhë. E ka pas këtë dritë jeshile. Nuk është se ka pas dritë kuqe deri tani për Trumpit ose për Amerikës, edhe tani domethënë po i hapet drita jeshile. Jo. Ai thjesht tash po e legalizon. Domethënë tani po gjen gjoja një justifikim me të cilin domethënë ti thot bota shiko se Hamasi nuk pranoi. Mirë, po tashmë edhe bota e ka kuptuar dhe për këtë arsye edhe Hamas ka kërkuar pak kohë, nuk e respektuar, domethënë edhe ata janë treguar shumë politikanë, shumë të mençur, kanë kërkuar disa ditë kohë, më duket diku 2-3 ditë deri në 4 ditë, për të dhënë një përgjigje që do të jetë përgjigje, dhe unë mendoj se përgjigjja e Hamasit do të jetë po aq diplomatike dhe po aq e mençur se sa domethënë